Mirel Josa ka qenë ndër ata të cilët kanë provuar në karrierën e tyre të luajnë kundër Polonisë dhe në vitet e arta kur në radhët e kësaj skuadre kishte emra si Zbigniew Boniek, ai nuk preferon të bëjë krahasime mes përfaqësuesve të dy epokave të ndryshme, por në intervistën e tij për Sport News në News 24 ka analizuar situatën aktuale me të cilën përballen të dy skuadrat. Në bashkëbisedimin me moderatorën Trevisa Tufa, Josa është ndalur sidomos te siguria që ka se Silvinho do të jetë në fushë Muçin nga fillimi, me dilemën e vet me rreth rolit që do të mbajë në rreshtim futbollisti i cili po shkëlqen në Turqi. Profesor, ju e njihni mirë Polonin, jeni përballur edhe në të kaluarën, madje kur Polonia udhëhiqej nga një prej lojtarëve më të mirë në botë si Boniek. Mos gaboj dhe atëherë kemi pasur një super ekip, kanë qenë po kualifikuese të botrorit në vitin 1984. Përfundoi 2-2, shënuam 2 super gola me Umurin dhe Agustin Kolën. E kujtoni shpesh atë ndeshje? Normal që e kujtoj. E kam në mendje pasi ka qenë ndeshja e dytë me ekipin tim kombëtar, ka qenë viti 84. Unë e kujtoj mirë ndeshjen, por natyrat e ndeshjeve janë të ndryshme. Janë emra të njëjtë sa i takon vendeve. Përveç Boniek, Polonia ka patur lojtarë të tjerë të mirë, ata vinin nga suksese të mëdha, kishin skuadër të mirë në atë kohë, kishin rendiment të mirë në atë kampionat botror, krahasimet nuk mund të bëhen. Më e fortë ka qenë Polonia e dikushme apo kjo e sotmja? Nuk mund ta them, futbolli ka ndryshuar, qoftë Polonia, qoftë ne, qoftë mënyra e organizimit të kampionateve ka qenë ndryshme. Profesor, dilemat më të mëdha duket se janë në fazën sulmuese, në veçanti roli që pritet të ketë Ernest Muçi, në shihen tënde, në konceptin tënd, a duhet të aktivizohet Muçi si titullar? Këtu nuk ka dëshirë, këtu ka çfarë ka vendosur trajneri, mendimi im është që duhet ta fillojë ndeshjen. Pse ky hezitim për Muçin? Është lojtari më në formë, kaq shumë humbet Shqipëria në aspektin taktik nëse luan me Muçin. Unë nuk kam asnjë hezitim, trajneri heziton, si duket në sulm janë prishur planet Silvinjos me 2 dëmtimet e lojtarëve. Dilema më e madhe, reparti më efikas është sulmi, nuk dihet si do përdoren lojtarët e sulmit, mesi fushës është i palëvizshëm. A humbet Shqipëria në aspektin taktik nëse luan me Muçin? Pres që të luaj Muçi, problem është a do luaj në krah të djathtë apo të majt. Unë them se nuk është hezitim që të luaj Muçi në kombëtare, duhet të kishte luajtur më parë. Unë pres që në përgjithësi të luhet me pikë referimi në sulm mbrojtjen dhe Muçi në krah të djathtë. Dje zhvillova një bisedë me Rudi Vatën, do ishte vetvrasje u shpreh nëse do të zhvillonim një presion lart, nëse do të luanim lart, por duhet i presim të luajmë kundër sulm. Je dakord me këtë ide? Kam folur me Rudin sot në mëngjes. Nuk folëm për mënyrën se si do luajë ekipi, por në përgjithësi për problemet e ekipit dhe si do i zgjidh Silvinjo. Do i pres me blok të konsoliduar në mesfushë dhe do i shfrytëzojmë hapësirat nëpërmjet lëvizjeve të mbrojtjes. Mesfusha dhe mbrojtja duket e konsoliduar edhe nëse mund të ketë ndonjë ndryshim të vogël, Ramadani ose Qazim Laçi, Ajeti ose Ismaili, nuk besoj do të ketë ndryshim në lojë. Ju si mendoni, mund të sjellë Silvinjo ndryshime në këto dy reparte? Nëse do të sjellë ndryshime Silvinjo, unë them do luajmë me Gjemshitin dhe Ajetin, besoj se në formacion do jetë Ajeti, pastaj me Hysajn nuk do kemi ndryshim. Në mesfushë vetëm gjë që kam është problem që ne kur të presim të na sulmojnë, atëherë do jemi shumë të kujdesshëm në mos prishjen e trekëndshit në mesfushës. Do ta kemi më të lehtë me kundërsulme se sa nëse bëjmë presion lart. Mund të mbrohemi për 90 minuta ose më shumë, a mund të ndalet Lewandowski apo kujt i druhesh më shumë, çfarë të trem nga Polonia? Nuk ka humbur statusin Leva, klasin e ka gjithsesi. Para një jave shënoi gol. Unë mendoj që me mënyrën si luan Barça mbetet i paprekshëm pavarësisht problemeve. Nuk mund të krahasojmë Barcelonën me Polonin, te Polonia do luaj. Në konferencë Silvinjo tha se Muçi dhe Mehmeti nuk janë stërvitur shumë dhe se nuk e dinë se do të luajnë. A është kjo mënyrë për të fshehur? Unë besoj se Silvinjo i ka idetë e qarta, çdo gjë është e vendosur. Jemi 24 orë para ndeshjes dhe nuk është se stërvitja fundit do të vendos diçka. Silvinjo do të luajë me Muçin. Unë them që pikë kryesore jona do të jetë kur kundërshtari të hapet. Kjo do na ndihmojë. Ne duhet të jemi të kujdesshëm mbrapa. Do kem të ftuar Shpëtim Durrën nesër dhe dua ta ngacmoj për rezultatin. Unë mendova që i kisha thirrur për sot. Si del ndeshja? Jam i rezervuar se i takon rezultatit, uroj që ekipi të marrë rezultat pozitiv, unë e di që Shpëtimi do thot për barazim, unë kam frikë si ndeshje edhe pse kërkoj që Shqipëria të fitoj, Shpëtimi do luaj me rezultatin tim, kështu që ky është problem. Jo vetëm Shqipëria, më 26 mars luan dhe Kosova kundër Slovakisë, si e sheh këtë takim mes Shqipërisë dhe Kosovës, kë shem më pranë botrorit.
Unë them se Kosova do bëj, është e sigurt që do fitoj, duke patur parasysh kreativitetin që ka kjo skuadër në mesfushë dhe sulm, them se do jetë kockë e fortë për Slovakinë.